Rishjet e para të dëborës së sezonit i shndërruan fshatra turistik në veri, në atraksionet kryesore dimërore si për turistët e huaj, ashtu edhe për vendasit. Revista ndërkombëtare Travel and Tour World i ka bërë jehon bukurive të Alpeve shqiptare, jetës dhe mundësive për zhvillimin e turizmit. Nënvizon se Boga po kthehet në një qendër të rëndësishme të turizmit alpin, me shtigje të reja, natyrë të paprekur dhe një atmosferë të qetë që e bën destinacion ideal për aventurierët. Për të shijuar pamjet panoramike mahnitse të vargmaleve dominuese, luginave të gjalla dhe pyjeve të harlisura, rekomandohet një ecje deri tek qafa e Thorës. Travel and Tour World thekson se Alpet shqiptare po tërheqin gjithnjë e më shumë turistë aventurës. Falecjeve dimërore, skive, eksplorimit të shpellave dhe trashëgimisë së pasur kulturore e historike të zonës, turistët po ashtu tërhiqen nga produktet dhe veprat artizanale, si dhe nga ushqimet e tjera vendase, duke mundësuar rritjen ekonomike të fshatit dhe mbajtjen gjallë të traditave kulturore. Zhvillimi i infrastrukturës dhe rrugëve ka bërë që destinacionet e Bogës dhe qafës së Thorës të jenë më të aksesueshme se kurrë. Në përfundim, revista shkruan se Boga dhe Alpet shqiptare po fitojnë statusin e një prej destinacioneve më të bukura dimërore në Europë, duke kombinuar natyrën e egër, traditat kulturore dhe turizmin e qëndrueshëm.